Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, këtu në Medinë, ndodhet një pjesë toke e cila është kopësht prej kopshteve të xhenetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam, në shumë porosi të tij, në shumë hadithe të tij, na nxit për xhenetin. Sepse profeti alaihi salam na do neve që të hyjmë në xhenet, dëshiron për ne udhëzimin, dëshiron për ne rrugën e drejtë, dëshiron për ne që të fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Profeti alayhi salam na doshte shumë. Dhe në shumë porosi të tij, profeti alayhi salam tregon për xhenetin, tregon për mirësitë e shumta që e presin besimtarin në xhenet. Profeti alayhi salam na donte të mirën më shumë se çdo njeri tjetër. Na donte të udhëzuar, na donte në rrugën e drejtë, na donte në xhenet. Ai nuk përseu asnjë këshill, asnjë lutje, asnjë mundim, vetëm që ne të fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Në shumë hadithe, profeti ynë paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, na tregon për xhenetin, për bukuritë e tij, për mëshirën e madhe që përgatitet për ata që besojnë dhe veprojnë mirë. Hadithi kutsi, që flet për xhenetin, siç kuptohet, aty ka gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe zemra nuk i ka imagjinuar. Profeti ynë na nxiti që të mos kënaqemi me pak, na mësoi të kërkojmë firdausin e lartë, na mësoi të punojmë për atë që është e përjetshme, për xhenetin. Në çdo porosi të tij, në çdo thirrje, në çdo lutje, ai kërkonte për ne shpëtimin. Prandaj mos u ndal. Lutu për xhenetin, puno për xhenetin, dëshiro xhenetin. O Allah, na mundëso xhenetin me të dërguarin tënd sallallahu alaihi wasallam.